Kur ëm pyetje tash që për përmeni tradhtin, nuk është problem ona psikologjike dhe emocionale që shumë çka është energjetike. Kur lidhem në intimitet me dikon, nuk e dina çfarë energjish, çfarë informacioni ka çaj person. Edhe nuk jena të vetëdijshëm sa mundemi mi bëu dam vetës me çata. Problemi është ndikimi më i madh ndodh në atë aspektin ton të padukshëm. Që ta shkenca e ka bo aparaturën. Se lëndohemi? E ka bo aparaturën. A ka lip shpirti vetë qatë lëndim? Po të lëshën rezet, pe qëtë laptopin për para, krejt fusha jote energjetike për shijet. Okej. Pjeshtem prakticienti bi energjisi me punu durët, po filloj me ndru në gjyrat. Të më thonë, nuk është pseudo shkencë, mo. Okej, po pse atër me qëtë logjik, shpirti jëtë vetë ka lip lëndimin, se ka lip shkollim, ka lip mu zhvillu. Ajo po, që këtu mundëmi mu lidhë. Unë për shambull njëtë jem konë i lëndum shumë, edhe kom falë. Mirë po, që është interesant qaj nivelli i inteligencës dhe vetëdijës që e përmeni ati feti. Në kur se haraj, su më flash slirëshëm për këto gjana, nuk e kam të lashe. Kur se haraj, qatë dit unë në 2 gujtë këm ra, edhe kom qenë të qajtë, shkështin lëtë, po që kjo është qaj momenti, se njerës zakonisht hupin, atët nuk e ka mo, që me thonë, mendje në shnosh. Në qatë moment unë i kom shu të durët naltë dhe kom thonë, kriju si imi dashur, e di që planet e tuja janë matë mira se dëshirat e mija. Pse unë i kishtë 10 vjetë meditim para prakisht. Edhe që ajo më ka kali. Po, dhe më thanë, është një plan hynor i cili edhe të lëndon për me të këthy në rrugën e të cilën ti më fakdosh me qenë. Këtu du të me kuptua dhe një sen se shumica njerëzit që ju ndodhen që të lëndime, sidomos ata që janë shumë të kyqën në feje, gjithë sen i kesh që të ndodhen që e ka dënu Zotin. Nuk është qështu. Prej Zotit nuk vinë senet e këqia. Senet e këqia, ose që i cilësojmë në si të këqia, vinë si rezultat i veprimeve tona në situatat caktume. Prej Zotit vinë veç senet mira. Po edhe që to senet që na ndodhin neve, që na i cilësojmë si të këqia, janë faktikisht bekim në msheftësi, nuk janë dënime. Unë e thëmë shpesh. Se qëto janë qëto momentet që neve nëse ti i gatshëm, të katapultën për që tu i buf, edhe delqë. Nëzirë pizonës komoditetit, gjithsesi traumbat në nëzirën pizonës komoditetit, gjithsesi që na kemi përjetu gjatë jetës, po flasim qysh me i menagju miq, mos e merrni me traumë, sepse vërtet të janë tema shumë të ndihshme, pak për njerëzë munden edhe me i folë, unë për veti i kom përjetu shumë gjatë jetës teme, jo pak, po unë edhe i kom provoku. A i ke provoku vetë? Jo. Në rastin tem ka qenë ndryshe thjesht mirësia e më marë për dopsi. Mirësia